Shkrimtari dhe publicisti Ilir Ikonomi është fituesi i çmimit Atzef Plumi për vitin 2025. Ai u vlerësua në zhanrin e memorialistikës me librin Fanoli Rebeli, ku juria profesioniste përzgjolli veprën mes 25 botimesh. Në fjalën e tij gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimit, Ilir Ikonomi u shpreh nderuar që emri i tij lidhet me një figurë të pashlyeshme si Atzef Plumi. Çmim shumë prestigjioz, shumë çmime të tjera që jemi dhe unë mendoj se Shqipëria është mirë të ketë disa çmime të përqendruara, do të jenë çmime të mira, të jenë prestigjioze. Dhe vjen mirë që këtë jetë leza, dhe si bërë një gjithë këtyre që thash. Por jam sidomos i lumtur që bëhet fjalë për një çmim me emrin e madh të Atzef Plumit. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pirindreu theksoi se ky çmim është një mënyrë për të nderuar dhe mbajtur gjatë trashëgiminë e Atzef Plumit, ndërsa shkrimtari Rudolf Marku tha se kujtesa është koka e çdo kulture të gjallë. Po respektojmë një ndër figurat më të rëndësishme të shqiptarisë. Organizimin e aktiviteteve jo vetëm të këtij lloji, por për gjithë. Dhe lërin e hapësirën e gjithkujt që vën një gur në kulturën e jetës e përditshme i qytetit, i cili në fakt ka qenë qyteti i muzës, kur në zgjedhja e kur Rudolfi e preqi e shumë të tjerë, Hakimi Sahu, Zëvulli Besimu Safaj, Shpata Kapisyri, një grup shumë i madh e evidentuar Lezhën si një vatër jashtëzakonshme kulturore. Kujtesa është thelbi më i madh i artit që krijon njerëzimin. Pa kujtesë nuk ka asgjë. Libri fitues ndalet me periudhën intensive të viteve 1920-1924, kur Fanoli nga një figurë fetare dhe idealiste ushtruar në një reformator politik që sfidoi rendin ekzistues. Me një punë kërkimore të gjatë në arkiva shqiptare, europiane dhe amerikane, Ikonomi sjell të panjohura mbi përfshirjen e Norit në politikën e brendshme, rolin diplomatik në arenën ndërkombëtare dhe përpjekjen e tij për të ndryshuar Shqipërinë.